Një tjetër skandal ka përfshirë sistemin shëndetësor në vend. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza kanë qarkulluar ilaçe të skaduara që u janë dhënë pacientëve, referuar edhe një raporti të nxjerrë nga kontrolli i lartë i shtetit pas auditimit 4 vjeçar në këtë qendër spitalore, më të madhe në vend. Gazetari Osman Stafa siguron raportin e kontrollit të lartë të shtetit për Barnat në spitalin onkologjik përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Gazetari shkruan se raporti është dorëzuar javën e drejtorisë së QSUNT-s. Kontrolli i lartë i shtetit ka audituar periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2025, ku thekson se një numër shumë i madh barnash antitumorale ka munguar në periudha të gjata. Kjo sipas raportit ka sjellë që një numër gjithashtu i madh pacientësh të kalojnë në situata të vështira dhe rreziku për jetën e tyre. Në dokumentin e siguruar rezulton një skandal i rënd, ku në sistemin e brendshëm të farmacisë qendrore, i quajtur Pentaho, kanë rezultuar 2 medikamente kimio të skaduara. Pacientët me kancer gjaku, sipas raportit, vuajnë mungesën e barit daratumumab, për të cilin QSUT edhe në vitin 2025 ka bërë një furnizim prej 4.000 flakonësh, por përsëri për pacientët rezulton se nuk ka, duke hedhur dyshime për keq menaxhim. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, Shqipëria nga 253 barna antitumorale, 116 nuk janë importuar ose përkthyer ndryshe. Nga viti 2021 deri në 2025, 46% e kimioterapive nuk kanë hyrë në Shqipëri. Sa i takon acidomisinës, raporti thot se drejtoria e qendrës spitalore universitare nuk ka asnjë kontratë aktive për importimin e këtij medikamenti, gjithashtu edhe për barin tjetër Fesgo, i cili përdoret për gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit. Thuhet se në kohë të caktuara gjendja në farmacinë qendrore ka qenë zero. Gjithashtu kontrolli i lartë i shtetit vë theksin se barnat onkologjike janë të nënfinancuara nga shteti shqiptar, duke rritur rrezikun e mos trajtimit siç duhet dhe kur duhet të pacientëve me kancer.